Billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falënderimet dhe lavdërimet I takojnë vetëm Allahut. Ato I falenderojmë dim dhe falje për ti kërkojmë, dërgojmë salavat bi Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Të dashur, të respektuar vëllezër, dhe ju të nderuar që na ndjekni përmes vijës virtuale apo rrjeteve sociale. Sot me ju do të mundohemi që ta shpjegojmë një temë që çdo shtëpi që ka njeri të gjallë I ndodh, qoftë gjinisë mashkullore ose femërore. Me fjalë tjera do të mundohemi ta përshkruajmë temën si përgatitet kufoma. Këtë ligjërat do të mundohemi ta ndajmë 3 pjesë. Pjesa e parë, vizitet të smurit, para vdekjes ti themi, momentin e vdekjes, sa ndron, sa e emanetin, çka do të me I bën, e kështu me radhë. Mandej pjesa e larjes së kufomës, përgatitja e kufomës dhe pjesa e fundit, falja e namazit të xhenazes. Se I përket faljes së namazit të xhenazes, do të mundohemi ta lëmë për javën tjetër, por nuk ka nevojë në këtë formë të organizuar, do të mundohemi në lart me shpjegu faljen e namazit të xhenazes. Sot do të mundohemi të flasim mbi rregullat e vizitës, mbi rregullat e kufomës. Pas disa minutash, inshallah, e kemi përgatitur edhe një kufom, ti themi nga plastika, jo shumë e madhe, po ti themi nga ato që janë moshës së rinisë, ashtu ishte kukulla, edhe do ta tregojmë aty drejt për drejt se si lahet kufoma edhe si mbështjellet me qefin. Janë tema të thjeshta, por përsi që ndodhin rrallë për njerëzit duket si diçka e thuaj shumë tragjike. Kështu, vizita e të smurit. Këtu kam sjell disa hadithe, tash ta bëjmë mirë nga detajet, me të gjitha detajet ta përshkruajmë. Se përket vizitës të smurit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar që 6 gjëra janë obligim, e kemi obligim ndaj njëri tjetrit si vëllezër, apo edhe si motra, si musliman. 6 gjëra e kemi obligim. Cilat janë ato 6 gjëra? Për shembull, një thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kur të përshëndetet me selam, me ia kthi selamin. Njëra prej atyre është. Mandej kur të ftoj, me u përgjigj ftesës. Tjetra është kur kërkon këshill, kur kërkon nasihat, ndihmon për diçka, do të me u përgjigj atij. Jo me thënë mirë kjo ose diçka tjetër. Pra kërkon ndihmë, me ju përgjigj ndihmës atij. Mandej kur të shtitën, do të me falendëru Allahun xhelle shanu. Pra yerhamukallah yehdini wa yahdikumullah me thënë. Pra ne si përdorim shëndet, me fjalë që me respektu edhe në momentin e të shtitjes. E më pas, kur të smuret të vizitohet dhe kur të vdes të përcillet xhenazja. Këto janë 6 pika me të cilën e ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që I kemi obligim ndaj njëri tjetrit. Pra, kemi filluar nga vizita. E ngadalë shkojmë poshtë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush viziton një të smur, vazhdon të jetë në vjeljen, në kopshtin, ato pemët e perimet, në atë bafçen e frutave të xhenetit derisa të kthehet. Pra ke shku ta vizitojsh një të smur, ta dish që ka një hadith si me qenë bafçet xhenetit. Aq mirë, derisa I atje. Pasi dalish largohesh, më nuk je. Sa bukur ka përshkruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mandej thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith në lidhje me vizitën e të smurve. Nuk ka musliman, dëgjoj sa hadith I këndshëm për këtë pikën që jemi duke biseduar. Nuk ka musliman që e viziton një musliman, një muslimane. Pra, një musliman kur e viziton një musliman. Nuk ka të smur në mëngjes vetë se 70.000 melekë të luten deri në mbrëmje. Pra nuk ka një musliman, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që ta vizitoj një të smur mëngjes, sabah, edhe deri mbrëmje 70.000 melek të luten për atë njeriu I cili ka shku ta vizitoje. Edhe thot nuk ka musliman I cili viziton një të smur mbrëmje e deri mëngjes I luten 70.000 melek, I kërkojnë falje, Allahu xhelle shanu për atë person. 70.000 melek luten për ty pse ke vizitu një të smur. Edhe kështu dhe më thot në fund të lutem deri në mëngjes edhe ai do të ketë një kopsh me fruta të xhenetit. Kështu na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tjetra është Falni. Hadith, kush viziton një të smur ose viziton një vëlla të tij
për hir të Allahut, një smur të një vlla për vizitë, diçka vetëm për hir të Allahut, një thirrës thret, shife, një thirrës, një melek, një thirrës thret, qofsh i mirë, i bekuar, qoft hapi dhe rrugtimi yt dhe përgatitsh një vendbanim në xhennet. Do të thotë, ke shku ta vizitojsh një të smur ose një vlla vetëm për hir të Allahut, pa asnjë lloj interesi se ka det njeriu këm shku ta vizitoj, ta dish që Allahu çon një thirrës, një melek, një thirrës, të qofsh i mirë dhe i bekuar dhe çdo hap që e ke bë është i bekuar dhe me atë do ta fitojsh edhe xhennetin. Hadithi Kutsi, që është një hadith me të vërtet që përdoret shpeshherë nga ne teologët, nga ne hoxhallarët, është hadith që Allahu, e keni parasysh, hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam janë thënjet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Sunetet janë praktikat e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Kurani është edhe fjala Allahu xhalleshanu edhe çdo gjë është Allahu xhalleshanu. Në mes qëndron hadithi Kutsi. Pra fjalët janë të Allahut, janë të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, por kuptimi është i Allahut xhalleshanu ve xhalla xhelalu. Pra, kur themi hadith Kutsi, nuk themi ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, por ka thënë Allahu. Po a është një si Kurani? Jo. Këtë kemi shpjeguar disa herë. Hadith Kutsi, o biri Ademit, thëtë Allahu xhalleshanu, usmura por ti nuk më vizitove, në botën tjetër kam inshallah s'na thot Zoti, po kam i thënë dikujt. O biri Ademit, unë usmujta por ti nuk erdhe të më vizitojsh mua. Zoti kam na thënë. Njeriu do të thotë, o Zoti im, si mund të vizitoj ti kur ti je Zoti i botrave, ti nuk smuhesh? Si mund të vizitoj ty? Ti nuk smuhesh? Atëherë Allahu xhalleshanu i thotë, a nuk e di se filan robi im, filan familjar, filan robi im, njeri, ishte i smur ose u smur dhe ti nuk e vizitove atë. Kishe mundësi ta vizitojsh, por ti nuk e vizitove atë. A nuk e di se sikur ta kishe vizituar, do të më kishe gjetur pranë ti. Do të thotë, po të kishe shku ta vizitojsh atë smur, mu do të më gjeshe pranë. Me sevap është qëllimi me çdo gjë, jo me formë, hasha wa kella. Prandaj ky është hadith Kutsi ku vetë Allahu xhalleshanu ve xhalla xhelalu na ka mësuar se si t'ja bëjmë një nder të smurit nën udhëheqjen, nën patronazhin e fitimeve të sevapeve nga Zoti i Plotfuqishëm. Vëllezër të dashur, disa rregulla të përgjithshme janë këto, por ja që është tema e tillë. Kështu. Disa rregulla gjatë vizitës së të smurit. Hadith, dëgjoni me vëmendje sa hadith i këndshëm dhe i bukur. Thotë, kur të hysh për ta vizituar një të smur, ke hi dikundi në spital, në shtëpi dikundi, kërkoj që të lutet për ty, me i thënë atij, a bon të lutesh për mu. Të lutesh për mu. A është i smutët, ama lutëm për mu, lutë Allahun për mua. Sepse lutja e tij është sikur lutja e melekëve. Allahu ja pranon lutjen atij të smurit. Do të thotë, nëse ke shku ta vizitojsh një të smur, nëse është shëndosh e mirë, jo ai në koma tjetër, pra është shëndosh e mirë, do e kam qëllimin shëndosh e mirë, mund të flasë, ato e kam qëllimin. Mund të është ka diçka një dhimbje, por është ndjenjë me fol, me i thënë, ej, lutë Allahun xhalleshan për mua, se kam dëgjuar hoxhin, është një hadith i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që lutja e të smurit Allahu xhalleshan ja pranon, është sikur lutja e melekëve. E vëllezër të dashur, merr informacione burimore a është për të vizituar apo jo, i smuri pra. Dhe vizita a i bën dobi apo dëm. Dëgjon dikundi se një afërm, një familja, një shok e kështu me radh, është i smunt edhe duhet me marrë informacione burimore, jo anësore, burimore nga familjarët, ne a i bëjmë dëm ati apo dobi me vizitën tonë. Edhe është për të vizituar. Njëri ka dalë për shok sobe, ka dalë për operacioni, mule se ka dalë sot ti mazite ku shkon, ai s'është gjendje asgjë. Prandaj ai që nuk është bë operacion nuk e di se çka do thotë operacioni pas, se përpara nuk është gjë shumë operacioni, pas ka dhimbje më të mëdha. Prandaj shifje ai bëj dobi, ai bëj dëm me vizitën tonë. Pra burim me informacione burimore. Tjetra, pejgamberi sa si zakonisht të smurit i vizitonte në ditën e tretë. Pra derisa e ka marrë veten, shkonte Resulullah sallallahu alajhi wasallam i vizitonte ato në ditën e tretë, ti themi të smundjes ose kur e kanë marrë pak veten. Kur do të shkojmë ta vizitojmë të smurin, më shumë dëgjoje e më pak flit. Ai është i smund, ka dhimbje, ka sprova, ka sebepe dhe nuk shkojmë ne t'i tregojmë atij çka ka ndodhur në xhami, çka ka ndodhur në kafe, atë këtë se nuk është gjendja ai. Ne nuk do të më fol shumë. Atë me elan me u shpreh. Nëse dëshiron ai me fol diçka,
ne të flasë ai. Nëse jo, ne qetë. Nëse të pyet për diçka, përgjigjë atij. Pra edukat, terbije. Këtu vëllezër të dashur, kjo mua më mundon gjithmonë. Shkurt t'i them, ne të cilët e vizitojmë xhamin, falim 5 kohë, ne do t'jemi shembull kur tek ne nuk ndikojnë fjalët e Allahut, fjalët e pejgamberit sa sem, ku do ndikojnë atij tjetrit. Prandaj këtu është ai derti më i madh. Me e pyet veten tonë, secili për veten e vet ta pyesë veten e vet dhe të thotë unë javën e kaluar, pra brenda një javë u përmisova, brenda një muaji u përmisova, 3 muaj, 6 muaj, 1 vjet, a kam pak përmirësim apo asgjë? Kjo nuk bën nëse nuk kemi me lëviz asgjë. Prandaj kur shkon dikush ta vizitojë një smund, ai mund mos ketë terbie. Keni pa duke ai folën, ti nuk flet asgjë. Pse? Ti ke ndëgju hoç, jo vetëm ne dynjan e ke ndëgju hadith pejgamberit sa me kështu me radh, ke një edukat. Jo, sipas parimeve islame, unë nuk guxoj me fol gjëra të kota, vetëm ai nëse më pyet diçka. Këtë kam për qëllim me e thënë. Tjetra, bisedoni tema që ka dëshirë ai ose ajo, tema motivuese. Ai ka dëshirë një temë, çfarë do që të jetë, bisedo rreth asaj teme më tepër që ta motivojsh njeriu, që dopamini t'i vjen më mirë dhe të jetë më i gëzuar. Jo doni temë ka zët, ja dhe bësh s'ka, ku mbet ai mohabeti, atë këtë ta mbyti shket njeriu për zgjallë aty, e kupton. Kjo është diçka e papranueshme. Ai mund të përdor fjalë të pahishme, më ka ndodhur edhe mua. Pra, njeriu ka thënë edhe për fen, ka thënë atë, por njeriu është i smund, edhe duhet të mirë kuptohet sepse është një gjendje të rëndë. Edhe nëse i smuri kërkon lexim të Kuranit Kerimit, mund të lexohet. Ke shkuar që si hoç ose si njëri më i këndueshëm pak më si musliman, valla ka në gjendje të rëndë. Ata ta këndojnë një Jasini, se nuk i thuhet, ai shpreson çohet në një farfe, kupton? Edhe hop shkon në një farfe, ta kish Jasinin, jo ashtu. Nëse thot ai, a mund të më këndojsh? Neve na kanë thënë, a mund të hoçë të më këndojsh diçka? Ne këndojmë një Jasin, këndojmë ndonjë sure që edhe surja Rad ka hadith të pejgamberit sa sem, surja Rad preferohet që të lexohet tek ismuri. Vazhdojmë. Më jemi ka fundi. Momenti para vdekjes, tashmë janë momentet e fundit. Duhet t'i qohet koka pak më lartë. Nëse njeriu ta shife, këto janë rregull të përgjithshme. Njeriu mund të vdesë në luftë, mund të vdesë në ujë, në aeroplan, flasim për rregullat e përgjithshme. Nëse jemi në shtrat, në spital diku e ndjekim, janë momente e fundit. Kjo mua më duhet më tepër, para në rregullat e përgjithshme. Nëse është i shtrirë, edhe pse mund të ketë jastëk, por ne mund ta çojmë pak më lart. Këto janë që i them, gjitha këto pike janë hadith pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pra ja çojmë kokën pak më lart që ta ndjej veten pak më mirë. Më pas, si zakonisht i thahem buzët. Kjo të kemi parasysh gjithë, edhe të mundohemi me ja lag buzët, me ja hek, me ja largu etjen që e ka, sepse ka dhimbje të mbrëmshme, sepse është njeriu para dorëzimit të shpirtit, nuk ka gjë e lehtë. Tjetra është, gjatë asaj kohe, është mirë që të potencohet apo të shqiptohet shahadeti. Pra, ajo është i smund, i themi kemi këtu njeriu i smund, me i thënë eshhedu en la ilaha illallah wa eshhedu en Muhammeden abdu wa rasul. Ne ta shqiptojmë atë shahadetin. Është e ndaluar që ta insistojmë ai ta thotë. Thuaj shahadetin. Thuaj shahadetin, nuk bën kështu me i thënë. Nuk është mirë me i thënë. Se mund të thotë dhe një fjalë më të rëndë, edhe mund ta mohojë, mund të thotë një fjalë më të rëndë tek shahadeti dhe del nga feja. Prandaj nuk guxon. Ne kemi për obligim që potencojmë ne shahadetin, ta themi me zë të lartë, kinse e marrë eshhedu en la, e prekish pak atë bishekin ose ku e diun e çar shafin, eshhedu en la ilaha illallah, eshhedu en Muhammed abdu rasul, që ai ta marrë atë, ta potencojë disa herë. Nëse e ndëgjon, atë thuaj përsëritë disa herë. Jo ta insistojsh se nuk bën. Thot pejgamberi sa sem, kujt janë fjalët e fundit la ilaha illallah Muhammed rasulullah, ose la ilaha illallah do të hyjë në xhennet. Pra kush shkon me iman, këtu është qëllimi kryesor. Tjetra është, shifni këtë surën Yasin, thot pejgamberi sa sem, lexoni surën Yasin pranë atyre tuajve që janë në prag të vdekjes. Keni një padje, sura Yasin është shpirti i Kuranit Kerimit, pra është hadith që para vdekjes me lexu surën Yasin. Nuk ka mbet kohë vetëm me lexu, s'ka sevap, gjë kjo bidat, nuk është në bashashtu. Shife, ka hadithe. Tjetra vëllezër të dashur, thënjet filani e dha emanetin shumë lehtë. Valla ndroi jetë përgjithësore se ne morën vesh valla. Dikush valla ka nxjerr zëra, ka sien valla me sahati ka shkuar derisa i ka dalë shpirti. Këto nuk e përcaktojnë fatin e personit në botën tjetër. Sa ka pislu, sa ka bo, xhehenem s'ka. Jo, ne nuk kemi të drejtë, ne nuk kemi gjykatës të Allahut në tokë. Do thotë, Zoti na ka dhënë neve autoritetin, autorizimin, ti i nderuar hoç,
ka dhe du shfytën në xhenet, ka du shfytën në xhenem. Jo, askush se ka pat të drejtë, as Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Jo ka vdek ditë xhuma pra më tek ditët, xhuma pra më ka vdek. Natën e ka dhe ka vdek. Janë isharetet bukura, simbolike janë këto gjëra. Pakës më vetëm muhabeti jetë më i bukur, simbolike. Ai disa njerëz ndrojnë natën e ka dhe që janë pabesimtar. Kjo është shumë, sa që janë zullumqar atë. Me kanë ashtu, e kishna organizuar natën e kadit të vdesim, ama nuk është ashtu. Do të thotë, prandaj ta keni parasysh, janë isharetet bukura, lini me kaq, janë mustehab, janë gjëra e bukura, mira, mos e bën këtë vendimtare. Kjo është e ndaluar. E vëllezër të dashur, ndal ngadal po i vim pjesës ku duhet. Veprime që duhet të bëhen me njëherë pas vdekjes. Tashmë momenti ndroj jetë antari familjes. Ndroj jetë, më tak e dha emaneti. E keni parasysh që Azraili vjen ta merr shpirtin, edhe atë shpirtin e nxjerr, është një hadith i gjatë, dy faqe, e nxjerr shpirtin nga këmbët deri në fyt. Kur i them ka ardhur shpirti në fyt, pra nga deri këtë moment Allahu ta pranon pendimin. Thojë, hekësh një shahadet, o Allah më fal mua, edhe me mend i vetëdijshëm deri në momentin kur vjen shpirti tek fyti. A nëse je në koma është diçka tjetër. Pas shpirtit më tak ndron jetë me njëherë. Unë kam pa 2-3 persona që del shpirti tak edhe më njëherë e ndron atë çerën të themi atë fizionominë ose atë fytyrën, sepse më vetë ndroi jetë. Edhe këmbët i ftohen. E kam pa me sytë e mi, pra di raste më kanë ndodhur, edhe në familje më kanë ndodhur, që akullu më fëmijë nuk shkoi 10-15 minuta dhe ndroi jetë. Kështu është situata kur njeriu nisin me i dal shpirti. Jo ka koka, po ka këmbët fillon. Të vdekurit para se t'i ftohet trupi i zhvishin tesha dhe solit që mund t'i ketë pasur në trup. Njeriu ndron jetë tash në spital, janë ma lehet njeriu është i veshët në spital, ama ndodh në shtëpi jetë, ka dhe një zinxhir, jo të arit, që është ndaluar ta mbajë muslimani, po të argjendit mund ta mbajë, mund të mbajë unansë, argjendit e kështu me radhë, dhe ndron jetë, e përgatitet me shtrim, mundohemi me nxjerr teshat atij që janë të rranta të sende, por me mbajt pa tesha në atë vendin ku është, e kupton? Dhe do t'i imbuluar me pjesë me një pëlhur mbi atë. Imbulohet trupi me një mbulesë që ashaf pulhur mundësisht të jetë e bardhë. Pra ndron jetë, i nxjerrin teshat atij. Nëse nuk dish me i nxjerr teshat, lere ku do të vjen hoxha ose dikush tjetër. Ama ajo që është më me rëndësi është në atë kohë që është më i nxjerr trupi mund t'i nxjerrë teshat. Përndryshe është shumë problem. Prandaj insistohet me nxjerr teshat atij. Dhe e mbulojsh me një pulhur të bardhë, çarshaf ose çdo doni thonë. Edhe mos jetë qebe diçka. Edhe tjetra është i lidhet nofulla. Në spital këtu në Shtelingen ka ndodhur njëri ndroi jetë dhe ishim më një për 10 minuta mbritëm atje, edhe i tham ta lidhim ato motrat medicinale. Kanë që shfesë nuk më lanë, thotë ne kemi një plastik. Atë plastikën e vendoi, po nuk ishte adekuat. Thash ju elektrikë plastika, po unë do ta bëj në atë formën ne si kemi religion jonse. Edhe mandej u morën veshte. Dhe do të me lidh nofullën, sepse jetë çelë dhe shumë keq jetë, jetë shtremët jetë atë, sepse njeriu ka ndruar jetë dhe ka mos mund t'i lëvizë ajo. Edhe i lodhet nofulla, i mbyllën sytë nëse i ka mbet të hapur. Bismillah wa ala millet Rasulillah është i mbyllën. Spaku me bismillah, me ja mbyll sytë, me ja lidh nofullën, e pas asaj me ja rregullu duart këtë formë të drejtë të jenë gjitës me trupin. Pra shtrim është gjitës me trupin, e jo në këtë formë ose dëniset tjetër ose jo, drejtë të jetë gaditu në atë formën gaditu, i shtrirë për atë vendin ku është. I shtrihen duart anësh trupit, siç tham, kur të ftohet trupi, kjo është vështirë të bëhet, mos lëvizin. Dhe andaj qysh tani xhenaza shtrihet në shpinë dhe duart i lëshohen anësh gjitas me trupin, siç e tham. I shtrihen këmbët drejt paralel me njëra tjetrën dhe gishtat e mëdhej të dyja këmbëve lidhen me një lidhje. Po. Pasi që janë nxjerr teshat, e kuptohet se nuk ka as çorap as sende, edhe nxjerrin tash këmbët mund të rinë shtremën, mund të rinë lart, mund të rinë se si ka ndruar jetë, i shka mirë me ja afru këmbët, ja afron këmbët të që ka gishtat e mëdhej, ti themi, edhe këta gishtat e mëdhej lidhen me diçka që të rinë këto afër këmba me njëri tjetrin. E keni parasysh, këmbët afrohen me njëri tjetrin, lidhen gishtat e mëdhej që janë afër me një pjesë patis, kota di une, me diçka lidhen ato, edhe që të rinë këmbët drejt siç duhet. Gjithë këto veprime që bëhen, pra
gjithë të veprime që bëhen, nxjerrja e teshave, edhe përgatitja e krahëve, mbyllje syve, kështu me radhë, bëhen me një dua, e cila është e gjatë, po e mora nga hadithi që është i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, por mund ta mbajnë shmend këtë Bismillah wa ala milleti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mund bëhet kjo Bismillah wa ala milleti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Këtë mund ta thuash disa herë gjatë përgatitjes kësaj, ose me bë dua të ndryshme, o Allah fale, o Allah mëshiroje, jo me qajt, me utumat, me këtë se mund të hupi shko, mund të ftofet kufu me asgjë s'ke bo. Pra gjysore që ke qajt i mbas, e ke lënë kur një farfe kufumë. Prandaj, momentin e vdekjes ndron jetë, më ai e kërkon përgatitjen e vet për botën tjetër. E ka përfunduar me jetën e kësaj bote. Kjo është një dua e gjatë, por vetëm e potencuam këtu. Është një dua këtu ku është mbas hadithit, në emër të Allahut dhe në fenë e pejgamberit. O Allah, lehtësoja atij gjendjen që ka ndruar jetë, bëje të lehtë atë që vjen pas, lumturoje me takimin tënd dhe bëje atë për ku është nisur me të mirë sa jo prej ku është nisur. Pra, bëne atë ku është nisur më mirë se sa jo prej ku është nisur. Ti thua Bismillah wa ala milleti Rasulillah, mund të mbahet kjo, nuk është diçka tragjike. E vëllezër të dashur, për shembull, ndodh kjo, ka vdek pra njeriu, e kemi në dhomë, ta marrim pra në rregullat e përgjithshme, e kemi në dhomë, ja kemi nxjerr teshat e kështu me radhë, kemi mbuluar me pulhur, ndodh që donjëherë keni pa është një thik mbi barkun, mbi stomakun, që mos të ahet, mos të bymehet, i themi, nga temperaturat e larta, por jo vetëm thik, mund të vesh diçka në tull, cigël, mund të diçka e cila është e rëndë, peshë që t'i bëj shtypje, mos të bymehet. Duhet me pat të kujdes që mos të bymehet. E të kanë ta keni parasysh, nëse është koha e nxehtë, verës që ndodh, që dhe shumë disa muaj është koha e nxehtë, edhe dhoma do të mbahet brenda me të vërtet me klimë, me semat, sepse shumë shpejt degenerohet trupi atij për disa orë dhe mund të marrë erë të keqe, atë ditë mund të marrë erë të keqe dhe shumë keqe bëhet. Një rast ka ndodhur kur me të vërtet nisi të prishet, domethënë, erë të keqe di maska nuk bëshin mpare, me të vërtet. Pra, ka do gjëra ja kemi bën njeriu atë shërbimin, nuk paguhet ajo, se ne pagush me asgjë, e kupton? Se njeriu është bë për ta hudh, ka nis të krimbet, edhe ti ja bësh për nder të babës e kështu me radhë. Për nder të atij për baba që i ka ndruar jetë, e kishan fjalën. Prandaj vëllezër, derisa nuk është larë xhenaza, pranë ti nuk lexohet Kur'an, kjo është mekruh. S'është larë xhenaza, ke shkuat nga audhu billahi. Jo, nuk ka nevojë. Pa zë mundet. Ndëgjon me vëmendje, pa zë mundet, ama ty me zë me send, jo. Mund shkosh dhomë tjetër me lexu. Por në atë dhomë ka ndodhur edhe mua disa herë kam shku biseda, zakonisht gjinia femrore, nënat tona, gjinia femrore e ruan, muhabeti i madh. Nuk guxon të ekzistojë muhabeti. O dua të bësh, o lutje të bësh, o të lexosh diçka kështu me radhë, pa zë. Nëse dëshiron të lexon Kur'an, do dalësh në dhomë tjetër ose diku tjetër. Pa zë do ta ruash. Si? Çashtu ta ruash? Deri momentin kur të vjen. Ai më njëherë, mos si të voroset, mos e ne kthish më atë. Duhet të jesh i kujdesshëm. Edhe vëllezër, mund të lexohet Kur'an me zë në ndonjë dhomë tjetër. Po ashtu mund të lexohet Kur'an apo një pjesë nga ai por pa zë në veten tënde, edhe në dhomën ku ndodhet edhe xhenaza që nuk është akoma e larë. Mund të kundosh përmend që gjedish diçka, surën Fatiha, Ikhlas, Kul huwallahu e qere, por pa zë ato. Me zë nuk lejohet. Me zë dhomë tjetër se ende s'është larë. Thot pejgamberi sa sem shpejtojini xhenazën nëse i vdekuri ka qenë njeri i mirë, atëherë po e çoni drejt një mërzije. Thot ndërsa ai nëse ka qenë ndryshe pa i keq, ti themi ose gjunaqar, po e largoni për një të keqe prej supeve tuaja. Kështu na ka mësuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Më kjo nuk do thot njeriu ka ndruar jetë ora 11, ora 1 e vorosë me namazin e drekës. Po prit pak subhanallahu, po i ka baba 80 kujsave 90 vjet i ka. Pas paku prit disa orë. Mbajnë mend këtë emanet. Nëse është pas dite e ke kushtet, dëni farfe, ruje një natë, nëse ka mundësi, nëse nuk është koha e nxehtë, i ke kushtet në shtëpi, ruje një natë tjetër. Por nëse nuk i ke kushtet, ka qëndru këtu në gurbet 3-4 ditë, është nxinj, është bë, është mo se ka qëndru këtu një javë, edhe që një natë kjo teprohet, edhe me vetë mund të prishet, mund kalbet, edhe bëhet keq e ma keq, edhe vetë ne bëhemi shkaktar që t'i bëjmë dëm kufomës. Por mos insisto në mënyrë sa më shpejt. Ka thënë pejgamberi, ka thënë jo për di orë, ka thënë për diçka që pa hajtë alon për nesër, ose hajtë alon për mbas nesër, ose hajtë mas ditëve kur do kemi të lirë. Jo kështu. Këtë formë e ka thënë shpejtojni, pra merrni serios
në xhenaze. Ka edhe hadith, shpejtoni larjen e kufomës, shpejtoni faljen e namaz xhenazes, shpejtoni këto procedurat. Jo ta lajm, un kam qi babën tim, un jam hoxh dhe babën tim për 5 sahat. Jo kështu. Shpejtoj atë, shpejt e shpejt. Kam qifta ata me qefin një 5 herë ta mështilli, se kam pat baba atë këtë. Jo kështu. Ma shpejt bënja në forma të rregulla. Kjo është forma që duhet të potencohet. E tash erdhëm tek larja e xhenazes. Ma binja të mubarekin e Gafer. Larja e xhenazes. Vëllezër, larja e xhenazes është farz kifaje. Sikur që është falja e namazit të xhenazes, farz kifaje, edhe larja e saj është farz kifaje. Pra, falja e xhenazes është farz kifaje, po edhe larja. Pra, nëse një person, një grup e bëjnë, atëherë grupa tjetër për njerëzit tjerë janë të lirë. Çka do thotë kjo? Farz kifaje, një pjesë e bëjnë, e falin xhenazën që janë të lirë. Nëse nuk e falin xhenazën, gjithë ata njerëzit do të merren për llogari përpara Allahut. Kurse farz ain janë farz individual. Namazin e kam individual. E falni ju, se falni, unë do ta fali për viti. Kjo është e pjesa që dëshëm ta potencojmë. Hajde mirë pa. Shtranje këtë tane. Që të e gjithë të nëse. Së në gjetëm atë, aje madhe ishë matë tjetër. Ka da pak shtaj. E di që puna, kibla ka ishte be kibla? Ku i ven gjamane kibla? Ti gjë? Ma këtë të vëllinë kështu. Pa dhe këthime natë. Me të vëllina dhe më duhet. E regu. E në këtë më barekin. A me i kam betë qafa këti keqë. Nese shëndosh. Dhe më duhet më në të qelim këtë. Ndëgjoni me vëmendje, nëse kufoma është djegur, dëgjoni, me vëmendje, ma bëni halal, nëse kufoma është djegur, ka ndodhur një rast në Tetov kur një nën bashkë me 4 fëmijë ishte, më duket se, bashkë me 4 fëmijë, po, ashtu 4 fëmijë. Edhe ishim në atë vorim, dimër ishte, që moti para 5-6 viteve, dhe më tha nuk ishëm imam këtu, më shumë, ka 7-8 viteve mund të kese, edhe për një shkak që ashtu se kishte caktuar Allahu xhaleshanu, edhe nëna edhe fëmijë që u bën edhe shkërmi, domethënë u shkrinën përmes pjesëve, përmes DNA-s i kanë gjetë se kush ka. Nëse nuk ka asnjë pjesë, është djeg, është bën, ka mbet disa gjëra të vogla, atëherë s'pari herë vorroset, s'ka të lamë se s'ke ku të lash, s'ka. Vorroset, mandej falet namazi xhenazes. Normal njëre, falim namazin e xhenazes, mandej vorrosim ne. Këtë rast e bëjmë kundërtën sepse nuk ke asgjë, asën ke la, asën ke bë asgjë, s'ke asnjë send. E kështu me radhë. Tjetër është, nëse ndëgjoni me vëmendje se kjo shpesh herë ndodh edhe tek ne. Nëse lind fëmia i posa lindur, ka lind disa sahat, 3 sahat, 1 ditë, 2 ditë. Ka ndodhur ton gurbet, fatkeqësisht ndodhin. Ka lind ama i gjallë, mbanja mend. Pyetja është e pyes atë familjen, a ka lind i gjallë? Ka lind i gjallë? Një sekond, a ka lind i gjallë? Po. Duhet t'ja vish emnin, edhe dhe duhet mundësisht pak me e la, nëse ka mundësi, sa ka mundësi me e la, edhe do të qefinosish, për fëmijë ka një qefinim të vogël, ma do të me qefinos atë, edhe me ja falë xhenazën dhe me vorros. Si njëri madh. Po vetëm larja shumë e vogël, shumë pak, si themi, edhe dukundi vetëm me tejmum, ose është vetëm pak me ujë me i dhënë, se shumë i vegjël është, edhe ose tjetra është edhe qefinimi nuk mund 3 pjesë t'ja bësh atij ose për vajzat 5 pjesë, por pak vetëm një pjesë e mshtillish atë edhe e vorrosh. Pra si një njeri madh. Nëse lindën i ndruar jetë, pra ka ndruar jetë, mandej ka lind, se e kam pa mjekët, ka ndruar jetë në mitër, atë nuk ka nevojë asgjë. Vetëm e vorrosish në vendin ku janë muslimanët, ku janë fëmijët, formën e respektit në kornizën se është njeri, se ka pat shpirt në mitër të nënës. A e keni parasysh? Ka lind, a ka pat frym ku ka lind? Një sekondë, po. Ja bësh një njeri madh, po si ti tregova disa gjëra. Ka ndruar jetë, në barkë të nënës ka ndruar jetë, atër vetëm e vorrosish poshtë, nuk ka as namaz, as asgjë. Këta kemi parasysh. Nuk lahet as nuk i falet xhenaze edhe shehidit, por vorres ashtu me teshat e ushtrisë. Këta keni parasysh që ka tash kategoria e shehidit, ka edhe ne mund të bëjmë shehid, punojmë për familjen e kështu me radhë, por është puna për tek ushtarët. Ka ndruar jetë në luftë, pse nuk kërkohet ai që mos të merrim me atë nga shkaku që lufton njeriu. Nuk ka vakët ta mbledhim xhamatin ta bëjmë ai lufton ai gjë. Jo. Çashtu si është, e marrish
e qelish gropën varin, e lëshon, e mblon, asgjë nuk ka nevojë. Këtë formën e kam mësuar pejgamberi. Në një rast potencohet që me fal namazin e xhenazës. Por ndryshe, ta lash, ta qefinosh, ta këtë nuk ka nevojë. Vetëm namazin e xhenazës do të më fal. Nëse i kanë ngelur pjesët më pas, më ndëgjoni, nëse i kanë ngelur pjesët më pak, e kam qëllimin se 1/3, ndaje 3 pjesë. Di në 3 pjesë, më pak se 3 pjesë, pra nuk e ka qerët, më pak se 3 pjesë, po thoj se 1/4 i kam ngelur, atëherë i jepet tejmum nuk lahet se nuk ka pjesë. Ne ka ndodhur në familje njerë ku i kam dajallarët, treni i ram kujtohet, po shumë fëmijë kam qenë, edhe ato xhallat mandej kanë treguar edhe pas, treni i bij atij e kanë mbledh atë njeriu nëpër fushë, e kanë mbledh atë, edhe ku t'japësh tejmum njeriu, ku kokën pele ku e ka, këmbët ku e ka atë ta lash, ku? Aty vetëm pak tejmum me i dhënë që me ja bë obligimin e larjes. Nëse nuk mund të përdoret ujë, për shembull ka qëndru shumë pas mes vdekjes dhe deri ku i ka ardhur tek hoxha i themi, ka qëndruar shumë. Ngatrohet kufiri, ku ta di unë në një shtet diku i ka vdek, vjen mas 2-3 jave, 1 muaj, ai është korp i zi. Ka ndodhur një kufom në Arbon ku e kemi lanë një gjaloshtri, korp ishte. Di çfarë është korp? Korp i zi është. Edhe si me qenë nga Afrika, domethënë kam qëllimin. Është i bardhë ka qenë, sepse është kalpi, është prishi, është bo deformuar trupi. Edhe aty me ili shumë ujë derdhet ai trupi, si ti them, si një më ndihmoni, si një piskimet, si dini se të bot kështu bëhet, e kupton nuk ti. S'duron asgjë, këtë bot shkrihet, këtë mund të të shkrihet nëpër tavolinë të trupi i njeriu. Do ti kinse ta lash si asgjë, këtë do ta mbledhësh pi poshtë, mandej me kacinë, e kupton? Kështu ka gjëra. Prandaj, nëse është me vetë është nuk ka mundësi ujë, atëherë i jepet tejmum të vdekurit. Këtë e keni parasysh. Ta përsëris edhe njëherë është farz kifaje, nëse është djegur para vorroset mandej falet, dhe fëmia e shosh ka lind i gjallë, si njeri madh bëhet, ka lind i vdekur, ka vetëm vorroset, edhe tjetra nuk i falet xhenazja shahidit, nëse është më pak se 1/3 i jepet tejmum, nëse nuk mund ta përdorësh ujin, atë i jepet tejmum tjetër. Një person të vdekur, kështu, një person i të vdekur nga ndonjë ndeshje, ka ndodhur një fall i madh nga një ndeshje, i ka ngelur vetëm koka, dhe më shumë se gjysë e trupit. Ka ngelur koka dhe më shumë se gjysë e trupit, ka ngel diçka. Nifet ai njeri, më thënë ka ngel diçka. I bëhet larje xhenazës, mbështetet me qefin, i falet namaz xhenazë dhe më pas vorroset. I ka ngelur koka dhe më shumë se gjysa, aty i bëhen gjitha ceremonitë sikur me qenë trupit i themi komplet. Ndërsa nëse të vdekujt i mungon koka, me të vërtet i mungon koka, asë ne gjejnë asur kujdi unë, i ka bësh pëltuc që është bos. S'është koka, mungon koka dhe ka mbetur më pak se gjysmë e trupit. Edhe koka s'është edhe më pak se gjysmë e trupit, ose nëse nuk është ruajtur pjesa më e madhe e trupit, me fjalë tjera nuk është as koka edhe pjesa më pak kam ngelur, atë pjesët e mbetura nuk lahen. Nuk mbështeten me qefin dhe nuk u falet namaz xhenaza. Ato mbështeten vetëm me një pulhur të pastër dhe vorroset. Pra, nuk e ka kokën, ma pak si gjysa, s'ka asgjë, ose disa pjesë i kanë mbetat, këtë mështjeli këtu, mridhet ashtu, mështjelet me një pulhur, pasi ti themi, më thamë si një bomboni, si e mështjelish këtu, e derdhesh ato që ka mbet, këtë e lidhish këtu, e lidhish atë, e ke mështjel, edhe e vorosën në atë vendin, e falin xhenazën e mande e vorosën, se s'dish çka të lash, kjo, nëse s'është koka, s'është gjysa e trupit. Edhe ka raste ku nuk mund të afrohesh shumë te xhenazja. Kështu thot libri, nuk mund t'i afrohesh xhenazës. Më thuj erë, thuj diçka, ama s'mund t'i afrohesh, atëherë mund edhe vetëm me ujë, me i hudh dhe qefinos. Me ujë, me i hudh, ama jo, se një afrohem, berbe një koha fuj kështu, jo në atë formën brutale. Të keni kujdes edhe me atë që e thëmë. Në atë formën që vetëm ujë kemi me i hudh, se ne prekim se prishet, kalbet, kota di une, se s'është gjenje si që duhet, atë vetëm ujë kemi me i hudh, një ditër herë ujë me i hudh, ka që mund na toleron xhenazja me e bë, atëherë e bëjmë atë, e qefinosim, e falim xhenazën dhe vazhdojmë me varimin. Vendi ku do të lahet xhenazja të jetë i mbyllur dhe të mos ketë shumë persona gjatë larjes. Këtë e kemi këtë traditë, po vetëm ta potencojmë se libri e thotë, gjithmonë ka qenë i mbyllur vendi ku lahet xhenazja dhe nuk preferohet që të ketë edhe shumë njerëz. Unë kam qif, e më shumë se 3 persona nuk guzon. Haj moj 4 ti mos ke që ti bësh, e kupton.
Ai që e lan, autorizuari, imami, kush o mezini, kush lan xhenaze, një ndihmës ati edhe një familjar, tre janë tamam, ku të shkojsh tre janë tamam. I katërti bëhet i tepërt. Mo e she se mo nuk mundish, çka ta lënë tinja, ama i pesti nuk vjen parasysh. Nuk do ta nisish xhenazën me 5, 6, 7, 8, nuk ai delam në qendër, nuk është në rregull. Do të thotë qëllimi është 3 persona janë të mjaftueshëm. I autorizuari ndihmës i ati dhe një familjar në të rije diçka aty afër. Edhe kujdes me uret e ngelëm, ma merrni shumë serios këtë që ta tham. Ne tash i lajm këtu në gurbet, i themi në Zvicër, i lajm është ai tushi atje i lajm, nuk jet asgjë, ajo ujti që jet e merr ajo pjesa e ku shkon e kështu me radhë. Po ndodh që dukuni kam dëgjuar edhe këtu, lanë me kofa, sepse kanë ndodh që s'ka pat kushte, kanë sjell kofa me ujë. Ato kofa me ujë janë kofat e ujtit xhenazes janë, ujti xhenazes është ai. E tash, ato ujtin e xhenazes, ma një ment. Ndodh një antar i familjes, ndodh atje vendlindje me ndruar jetë, edhe që ma shumë sjelli me kofa me ujë, ujti pak tjeti ngrohtë kështu me radhë. Të autorizoni njërë, të autorizoni dhe tjeti kujdesshëm ato kofa. A ka ngel ai ujti, një gjys kofe, nuk mund të halgjitet kitë? Do ta derdhish me kujdesshmëri, a do ta autorizosh dikush? Ti do merresh me ujna që do të ngelin. Ma një ment këtë fjali. Se shumicat e sihreve, magjive, që s'ka, prej ujtit xhenazes. Ti se dish, ka shkoj ka marrë një bardak, e ka lak një tesh, e ka lak një se. Ti si e vedim se se kja qëllimin, se kja deta, ma dikush i ka këto gjërat. Prandaj e libra e thëtë, tinit kujdes shumë me atë. Ka e kam mësu këtë që merren, nga njerëz të se merren sirbas. Ka hoxhallar që merret, njëri sirbas, franat, këtë, mu ma shumë sosën punë ujti xhenazes. E subhanallahu, çfarë shpirti ka? Po ja që ja ka shit shpirtin shejtanit edhe botën tjetër më s'ka çapre. Ama ta potencon këtë dhe aty e mësova, tak thash ki ujtin e xhenazës e përdor ka. Ti je i kujdesshëm. Autorizosh ti të sillesh me kofat me ujë, edhe në fund ti pastrosh këto kofat, nuk guxon askush të preket ujti i asaj. Hiç aska asaj gi aty. Këtë ta keni parasysh. E vëllezër të dashur, obligohet që xhenazën ta laj ti afërmi. Këtë ta mbani mend atë. Këtë u tham në mënyrë shpirtërore. Ku do të shkosh të bisedosh dikundi, ngrije nivelin. Obligim larjen e xhenazës e ka familjari. Faljen e namazit dhe xhenazës e ka obligim hoxha. Këtë hoxha nuk është. Asnjë gjë hoxha nuk është. Larjen sa i laç shtëpi. Hoxha nuk mund të jenë shtëpi pa me se thirr. Kujtoj logjikisht pa, ka ndruar jeta atë, shkon në shtëpi, do ta thirrësh njëri ku të shkojë në shtëpi. Ta ka sjell ty në xhami, ti vetë se e ke për punë atë se pas keni xhenazë atë ditë. E keni parasysh këtë. Nëse dish ta lash, do ta lash. Nëse ka raste për shembull njeriu di pak të laje, po ka dëshirë të ndihmojë. Mund ta thirrish hoxhën se deka mund të ndihmojë. Ama njëri më tha, hoxhën kam qenë vetë ale më të ndihmoj dikush. Çdo kundi ka, se tham, nëse nuk dish asgjë, si të ndihmoj çdo sen, ngrije këtë bone atë, çdo sen, nuk kallëzo çdo se çdo detaj. A nëse pak i dish që ndëgju pak që si raste qera, atëherë mund ta marrësh vetë përsipër edhe mund të ndihmoj hoxha të nxjerrë ujë se ti pak ja dish rendin. E në se dish ai ndihmon. Ama nga fillimi, atëherë kjo nuk është rregull, se me vetë do të ndalet të ta shpjegoj të që ne duke i shpjeguar këtë gjërat. Prandaj obligime ka antari familjes. Personat që do të jenë pjesë e larjes së kufomas. Ndodh njeriu ka hi për shembull, keni kujdesshëm. Jeni të kujdesshëm. Këtu më ka ndodhur në Zvicër. I thash ti nuk ka nevojë me hi. Familje, e di se s'ka se ne mbaj, e kupton, e ka merak të folë njeriu. Në një rast, a ka mundësi hatra Allahit mos hinsh aty. Unë e kam shok, e di ama unë kam dëshirë. Tash i vnot hoxhës, ama ja kam shputuar dinjitetin atij të vdekurit. Sepse njeriu tregon se ne mbatë. Edhe çka shohëm brenda atje, nuk guxon me tregu. Nuk kallëzosh ti për babën ose për djalin, për vëllaun, për atë se djeg. Ama për dëni gjallë mingje, për gjallë teze, për dëni se pak e di, kia familje edhe ke hi atje. A e pabe si e kish ato, se ti ish atje, ose si e kish të batë varën, si e kish atë senden. Ne kemi ndodhë, kemi pa njeriu ka bë vetvrasje. Mund ta paramendoj se si e kishte këtë vetvrasje. Ka patë rast kemi pa me kancer në fyt. Mund ta paramendoj si ish bën aty. Si ta kallëzoj këtë? I hin gjina dhe në botën tjetër kam më kërku hak. Ai thet, unë ta shpalosa këtë trupin, ti mu s'ma mbajte mu sekretin. Kjo është një gjë e ndaluar. Domethënë, nuk është nga terbiet islame. Është mustahab të shpejtohet me larjen e xhenazes, siç thash edhe para, me mbështjellje, me faljen e gjëra e kështu me radhë. Teneshir parfymose 3 herë. Kjo drasa ku lahet kufoma është teneshir.
Në për vendlinjen e kemi një dras e cila aty lahet, ajo e ka pjesën, kujtohet se ka pjesën e hapur mes, Teneshir quhet ai vendi. Edhe në Turqi, pra kulturat e xhamive osmane në arkitekturë, edhe vendin tonë kina pat një vend prej guri ka kanë ai vendi. E keni parë prej guri, xhamaja Sate kanë të topë. Shumë vende kanë me një skaj Piguri e ka ata, ajo marrë 500 vjetësh ajo me atë, edhe musalla i thënë, musalla tash, guri musalla, aty vjet lahet. Se më përpara i kanë la edhe në xhami çat në bafçën e xhamis i kanë la. Teneshir quhet të ky vendi. I shkan mirë para se të filloj larje kufomës të bëhet me parfem ai vendi 3 herë, 5 herë, 7 herë. Spaku disa herë, 3 herë ta bësh me parfem. Marrësh parfem këto që janë jo kolonjska, ka parfema që arabisë si i themi kështu me radhë, parfem e marrësh edhe e lash e fshinsh pak një herë, dy herë dhe 3 herë se do të bere njeriu. Manja me një gjë, mos të ketë dallim njeriu, sa është njeri, mos ketë dallim. Ka shpirt, s'ka shpirt, nuk ka puna jote ne ke themi. Se ka shpirtin Allah ja ka marrë, ama ai është njeri. Ai është njeri dhe ti je i bindet që ai për atë do ta bësh llogari përpara Allahut. Kjo është që dëshim ta potencojmë. Fillimisht kufoma vendoset në Teneshir dhe me këmbë ose nga ana e gjathë jetë dhe këto ka kibla. Tash kur vendoset kufoma, nisim ngadalë, vendoset kufoma edhe ose me krah të jetë ka anë e kibles, ose mund edhe me kam të jetë nga anë e kibles. Edhe libri thënë, mund të jetë me kam ka anë e kibles. Jo të jetë me kokë ose me kam me krahun e gjathë. Po zakonisht vendoset krahu i gjathë ka ana e kibles. Më pas kufomës i mbulohet pjesë e trupit nga kërthiza deri në gjunjë. A të më ndihmoni? Nuk du marrë shumë kohë, vetëm pakës një pjesë. Ama në dëgjoni sot shumë me vëmendje, cërcë nuk bëni valla, zoti shpërblet valla. Valla, frajm nuk marrin. Valla, frajm nuk marrin. Frajm nuk marrin, për besë pa. Që këtë delë më shpet, njavët këtë deboj këtë. Shese se më gjojnë gjemat, gjenazja, ku met. Dhe vetëm pakës... Armir, heste ka Armir, ku e ka asistenti? Këshilltari i hoxhës, hec? Këshilltar? Po si. Pa që të tajkë? Nuk. Shumë hartë mos e thuj. Ta bëjt që normal kjo shkon vetë, do të shkoj vetë. A mund shku ta qosh? Bravo. Qite që këtë po? Në regull, ajo do më do të për qëtërsi. Edhe që kjo pjesë ta shof. Këto e në më rëndësi, ta shfillojmë me që financien të e në më rëndësi. Kjo nuk ka nevoj për këtë e madhe shumë. Po. Ose nese, një është e madhe. Që kjo është një? Jo, më su frigni, ote, se s'ka gjane. Bashte ato e këm lanë, ote. Po. Vetëm pak, armi dila që pak, ta shof, më se bëjmë shumë të madhe, më se bëjmë. Kjo të jetë prej këtu, ta matim? Prej këtu? Pa. A është e mjaftueshme? Pa, e mjaftueshme, është në regull. E në kjo është tamam, më herë. Kjo në tre këto. Edhe që këto. Që këtë ta da shoni taj? Në regull. E s'ta kalëzivit që këtë pak një, ta shof. Po, i që këtë. Qile pak ta shof këtë. Edhe, po, në regull. Që këtë mjaftoj, po. Kështu me, po, vetëm pakës, po. Po, mbaj kështu. Që këtë ta bëj si u, se është këmish kjo. Vetëm pakës, po. Edhe e sosim, më ndaj më jetë vetëm shpjegimet jetë. Në be. Te i ka në i frejga. A e të hoxëllarë pëse frejgën, pëse e dim, andi ma thonë gjina pret. Pra ndaj në frejgën e ma shumë. A e rishalë, të presë në regullë, po. Okej, dëmdojnë të mandej. Dëmë rajshë të nga që taj. Fillojmë nga pjesa ku duhet. Tash në ka artë kufoma këtu në Teneshir, e pastruam Teneshirin 3 herë e bëm me miskë, dhe e këthem ka krahu ka e gjathë, i ka ende teshët i themi nga spitali, ka ose familjes, me qebe si e kam luat këtë, ende është pala. Ne kemi për obligim, ne që e lajmë, për obligim e kemi,
Haxhi Feza ka përvojë Haxhi Feza, përmirëso Haxhi Feza. Valla, jo. Ne kemi për obligim e kemi që ta mbulojmë tash ta bëj pak më të madhe pak kështu. Dhe se kam bete premja bash aty. Ta mbulojmë nga këmbët kërthnis. E kupton? Ki ka mrenda ato teshat e shtëpis, qeben e ka atë spitali, se spitali e ka me nikësin, bëzët e ka me nisin që me patente ka. I ka ato kit, ne e kina mlu fillimisht këtë. E kina mlu. Mande janë dzirim ato tesha që i ka. A e ka qeben, e krethi mërfundi, a e ka pantullet, ja krethi mërfundin, e ka këmishën. Kjo nuk livizën. E kina mblu këtë pjesën e auretit. Kjo nuk livizën. I mblu pjesën e kërthizët, deri vëm, bas kësaj i hiqen ato teshat. Kjo nuk livizën se e kemi mblu auretin e njës. Pra si me qenë i gjallë njeriu. Mandej, personi që ta laj gjenazën do t'jeti pastër me abdes. Kjo është qartë, po libra e thët që tut me abdes, i shkan mirë me pat gusull, por obligim nuk diskutohet që është abdesi do t'jetë. Burri ose gruaja që do ta laj gjenazën do të jetë ta bëj niyet. Pra, eudhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, e bëj niyet me la gjenazën e këtij burrit ose gruaja thot, e bëj niyet me la gjenazën e kësaj gruaje. Ta mbani mend një gjë. Vëllezër, tash si është me fesë, ndëgjoj me vëmendje. Ndodh njeri gruas i vdes burri. Ajo mund të hi te dhoma ku është burri. Mund të hi, ta shohe. Nuk tham diçka tjetër, ama mund ta shohe. Mund të jetë aty afër, si një njeri afër. Sepse ajo 4 muaj e 10 ditë nuk ka drejt të martohet, ende është nikahja atij. E kupton? Nuk ka drejt të martohet ajo. Ende me atë ka nikah. Edhe nuk ka. Por nëse ndodh që të ndrojë jetë bashkëshortja, ajo është e huaj. Ama unë e kam çu jetë, po nuk bën më është e huaj, nuk ka nikah, nuk ka asen. Do një të huaj, sa shkon atje, këta ta çelit ja shoh. Ama unë i thosh, s'është në rregull, është e huaj. Pra logjikisht, a ka ndruar jetë? Allah na fal, inshallah shihemi në botën tjetër. Kjo është që dëshëm ta potencojmë. Pra, kush ka elan? Edhe pjesa tjetër, gjithmonë me nis me gjenazën, pra larje me bismillahirrahmanirrahim. Nuk guxon gjatë gjenazës me bë lutje tjera. O Allah, fale këtë, o Allah, mëshiroj, o Allah, nuk ka qenë ke namaz, fale namazet, o Allah, se ka qenë antar i familjes. Jo kështu. Vetëm me thënë këtë pjesën Gufranek ya Rahman. Fale o Allah, vetëm këtë shqip me thënë. Gufranek ya Rahman arabisht, fale o Allah këtë. Fale o Allah, fale o Allah, fale o Allah. I vazhdimisht me thënë këtë dua. Kështu na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Jemi ka fundi. Edhe larësi gjenazës në fillim e mbështjell dorën e tij me një copë pëlhure, ose me dorës duke e futur atë në mbështjellë. Tash ne nxorëm teshat atij shtëpisë që i kam ose spitalit, edhe ka këtë në teneshire, ka këtë mbulesën. E marrim zakonisht ne këtu kemi dorza, nuk ka nevojë me gjëra tjera, ose e marrim edhe sinjer. Tash fillojmë larjen e gjenazës. Fillimisht kur fillohet larja, e kemi nxjerr teshat, e ka këtë mbulesën e auretit, fillojnë vendet papastërta. Me të vërtet njeriu pret ndihmë, ai kërkon ta lajsh. Prandaj do të jemi të kujdesshëm. Dhe marrësh sinjerin, do ta lajsh ndër setlla, vende papastërta. Po, kështu, çashtu si e themi ne. Do ta marrësh këtë, do ta pastrojsh urfundi, do ta rregullosh këtë vendet papastra, ku janë të ndyra, ti themi vendet më të papastra, njeriu do ta lajsh një fillim ato i lajsh. Me ujë, me shkum me ato, vetëm te ato nisish njerit. Mandej është mirë që të përdor pambuk dhe mbyllin e zi. Tash ja lajtëm ato, është kanë mirë që të përdoret pambuk me azan birat e hundës dhe gojën. Jo me ambush gojë me pambuk ti bëhet çka që ti më ka prapa këtë. Po, edhe se ka raste kërko pambuk i s'është e ka, nuk bën ashtu. Vetëm që mos të rrjedhë, se ka lloj-lloj situatash, gjak mund t'i rrjedhë lloj-lloj gjëra, i bëhet pak me pambuk që mos të rrjedhë. Edhe goja lihet pakës me pambuk që mos të rrjedhë. Unë nuk kam përdorur këtu sepse nuk ka, në momentin kur rrjedh tak e vi me pambuk që mos na prishë rendin e larjes së kufomas. E vum këtë, ja pastruam, edhe i vum pambuk këtë tash i vanduzhim me pjesën tjetër. Pastaj i dhënja me abdes, ma thjesht, a e mbulova auretin, po, ja qita raket, po. Ja pastrova vendet papastërta që ka po. Do të me i dhënë abdes. Thjesht me mbajtmen, do të me i dhënë abdes. E tash, ai nuk mund bëj gargare, por vetëm abdes me i dhënë në atë formën e nxjerrësh e japësh e prekësh me gisht buzët, hundën, që ai nuk mund as hund marrë as me gojë. Pra për buzët dhe hundë vetëm mes i jepet. Mandej vazhdosh normal me abdes, ja lash fytyrën,
pra buzët, hundët, e lash fytyrën, edhe krahun e gjathë e marrish, krahun e gjathë, a i livizën këti më barekit? O, ja, qita kit. Troku se imi. Edhe, këta, edhe ja lash krahët, krajnë e gjathë, krajnë e majtë, mes e prekesh mes mbi kokë, këmbën e gjathë edhe mandej këmbën e majtë. I dham abdes. Normal abdes japësh. Abdes. U bon. E buna këtë, ja hoqa raket, ja pastrova vendet pa pastërta, ja buna pambukë këto, i dhash abdes. Tash vazhdim me pjesën tjetër. Pasi që u la fytyra buzët këtë, ja la nduart krahët gjathën, mandej jep mes këto pjesët që janë të abdesit. Vazhdim. E pas dhënjes së abdesit, tash shumë rëndësi, me ujë të vokët. Ta keni parasysh, duhet me pyet, ai që e lan xhenazën duhet me pyet si e ka merak këtë tushiret. Ka raste që njeriu përdor shumë nxehtë. Baba im është me të përdorin shumë nxehtë. Unë përdori me ujë shumë më të ftoftë, përdori tushin e kështu me radhë. Dhe ashtu siç ka pasur qejf të vdekuri, që pse e themi këtë, se trupi atij është mësuar ashtu. Nëse është mësuar nxehtë do më lart, është mësuar ftoft, vokët e kështu me radhë. Varet aty, duhet me pyet familjarët nëse ka mundësi. Edhe pastaj duke kthyer pakës me sapun. Tash u bën. Ta përsëris edhe një herë. Ja vum këtë, ja hoçëm rakët, pambukët i vum këtu, ja pastrova vendet pa pastërta po, i dhash abdes, tash fillon halis ta fërkysh. Me sapun, me sinxher, edhe fillon nga fytyra. Halis halis e lash. E lash kët, krahin e gjathë njerë, krahin e majtë, e lash kët atë. Këtu nuk e prekish. E lash kët, mande e lash kët edhe pjesën e mbrëmshme. Kjo është një herë ose 3 herë. Këtu zakonisht gurbet ka një herë, unë insistoj që ta bëj këtë 3 herë. Halis e la njëri, vëzhë, edhe e la, do më thonë halis njeriu me shkum lahet, e kupton? Edhe u la 3 herë ai, i dham abdes, e lajtëm me shampon, e tash e këthim thët këtu, pak ka krahun e gjathë e këthim, e lajmë edhe pjetë, ta lajmë edhe pjetë me shkum edhe për pjesën e abdesi nuk ka nevoj ka shpina, ama kjo me shkum ka nevoj ka shpina. Edhe ka pjesën tjetër, ka nevoj edhe kjo, ka pjesa e shpinës e kështu me radhë. Do thotë që kjo është ai ndihmë si do të ndihmoj, sepse do të edhe këtu ta këthim, edhe ka këmbët edhe kit, e lanë këtë me shkum, e lanë edhe këtë pjesën tjetër. Pas e duke kthyer pakës në krahun e gjathë, majt i lahet mirë nga ana e gjathë trupit, nga qafa deri në fund të këmbëve, më pastaj kthehet në krahun e gjathë, këtë e potencuam. Më pastaj xhenazja ngrihet pakës në pozitë. Dëgjoni me vëmendje. Edhe njerit, ja vum këtë, ja nxora teshat, e vum pambukët, e lajta pjesën e poshtme, i dhash abdes, e lajta edhe me shkum, halis, vëzhë me gjathë, me kit 3 herë e lajta atë, u bëma, u la edhe e lajta me ujë, ja hoqa edhe shkumën edhe kit abdes kishte, edhe 3 herë këm la me shkum, u sos. Atëherë mirët pak këtu, do të ndihmoj dikush, vetë më thënë dora pak që ta ngrish pak njeriun si një shtrim, pakës me ngrit këtë formë, disa santim me ngrit. Edhe pakës ja shtym bysh barkun një ditër herë, nëse ka diçka jashtë qitje, sende ka dënise, mund dale. Mosoni që nuk ka, dhe me të vërtet ka njeriu disa jashtë qitje. Dhe në këtë rast nuk ka nevoj me i marrë tekrar abdes nga fillimi, por vetëm me i lanë ato vende ku ka përli. Nuk ka nevoj me përsërit abdesin ose komplet këtë që e thamë. Po nëse kjo nga shtypje përmes organeve jashtme, pra nuk ka nevojë me u përsërit. Ka dalë diçka pjesën e poshtme se ti lash njëri i cili nuk ka më shtrëngime sende. Ka dalë, me mirë që ka dalë se më nuk ka dalë me zeta mba pastër xhenazën, ku fomën. Se me vetë bëhet viran bëhet. Në për ta bëhet lloj gjëra, se është njeriu i vdekur. Këtë ta keni parasysh. E keni mandej ta përsërit pjesën e fundit, mbasi të mbështetet me qefin e kështu. Kjo nuk dalën te qefini po një pjesë tjetër. Mbasi të mbështetet me qefin, nëse nga trupi të vdekurit del ndonjë lëng ose diçka tjetër. E ke bë kit i ka dalë dënise. Vesh ju përli, ka dalë ka goja dënise, nuk ka më me zgjidh me bë. Ka shku më ajo. Ajo e ka abdesin, e ka kitët të kushtit i ka. Nuk ka nevojë që të la xhenazë edhe një herë, por se varroset në gjendje të tillë, nuk i lëvizën. Ka rreth, unë te e bën, ishte këtë në rregull po. Mandej ka dalë është diçka tjetër. Prandaj do t'i hap syt, t'ia nxjerrë këtë, ta rregulloj, ta bëj këtë, që të nxjerrë sa ka mundsi. Jemi ka fundi, gjatë ose pas larjes, xhenazë nuk i krijen flokët. I ka pat flokët e gjata, bape kam, sende kam me kështu me ra, që a krej flokët ta rrujt, ta bëj maqin, jo mo. Thoj t'ja preja se kështu me ra,
Nuk ka, njëre kam dëgju ta rregullim ku ka ashtu ne. Jo muslimanët e bëjnë një gjë të tillë, te ne nuk ekziston ajo sendje. Do të thonë nuk ekziston një gjë e tillë. Pra gjatë ose pas larjes, xhenaz nuk i krijen flokët, nuk i ruhet mjekra, po ashtu nuk i shkurton edhe flokët, nuk i pritet ndonjë thojë në qoftë se ka vdekur pa u bërë synet e kështu dhe libri thotë, kjo nuk bëhet as tani as më vonë, kjo nuk është pengesë. Pasi të jetë larë xhenaze, me një peshqir merret ujti i mbetur nga trupi. Më ndëgjoni shkurt, shumë shkurt. Ama kështu 10 sekonda. E shtrajta, ja vuna këtë të aureti, ja qita raket. E lajta me singjir, pjesët e papastërta që i kanë ndërsetëll këto edhe këtu mrenda, ketë. Okej. I dhash abdes normal, në rregull. U sos abdesi. Me ujë janë ketë këto. Mandej singjirin halis shkum. Na i si pite kraja, vazha ketë. Krahin e gjath, krahin e maj, te posh kitat këtë. Laje, e shpërlajtëm. Edhe njëherë, vazha ketë. Dita herë, treta herë. Edhe me ujë, a u bon, ama është i lagët ai tash. Në rregull, atëherë pishkira, pambuka, gjithçka marrim, zakonisht ka pishkira, shumë ka, edhe nisim e thajmë, e rregullojmë. E thajmë vendin, se ti sa dush thaja i poshtë është vendi është i papastër, edhe ajo do të thahet mirë. E thajta e rregulloj e bona tamam e bona. Pra i lajtëm këtë ato edhe e thajta. Edhe abdes, edhe 3 herë i lajta me shkum, me sin, u bo këtë pastër. Kjo nuk lëvizën. Edhe u pastru këtë. Pasi të jetë larë gjenaza me një peshqir, i merret ujë i mbetur nga trupi, e fshajtëm. Është mirë tani që koka dhe mjekra, si pjesë të tjera të cilat i ka njeriu sejdë, që bën sejdë, të lije me parfem. Ka raste, merr ashtu parfem arabisë si i themi, mund t'i hudhet të një farë ka mjekra, ka sin, mo e kam lau, e kam rregullu këtë. Në rregull, kjo u bën. Edhe e kështu me radhë. Dhe pas larjes pason edhe një gjë, mbështjellë xhenazë me qefin. Që është po ashtu fars kifaje si mundësi e qefinit. Mbajnë me një gjë. Kemi 3 lloj qefinimi, kështu. Jo, për mashkull dhe për femër. Por edhe për mashkull dhe për femër kemi 3 lloj. Ka më e mira, më e mirë me mbështjell, ka mesatare dhe më e domosdoshme. Nuk hin këto se është gjatë me shpjegu, do të hin kështu. Për meshkuj qefinimi është 3 pjesë. Për femra është 5 pjesë. Cilat janë? Thosa thjesht, cilat janë? Dhe marrësh komplet kufoma, e shesi janë? Ma e gjata, lifafe quhet, deri te koka, izar quhet, edhe si këmish, kamis. 3 pjesë i ka. Gjinia femërore ka edhe 2 pjesë. Tek gjoksi mbështillet edhe një më shumë, edhe si shami e ka një, edhe jo bëhet mirë, bëhet si shami. Do thotë 5 pjesë i ka. Edhe një herë. Merre kufomën kraje, për te kufomës ka një 40 cm, 50 cm, në rregull. Kjo është lifafe. Një 10-15 cm pas kokës, edhe kjo është për te kokës, ama pas kokës 10-15. Izar edhe te këmisha, po si vjen kjo. Tash do më ndihmosh a më shpejt ta bëj këtë dhe e përfundojmë. Çka ka këtone? Po. Izar në rregull, po. Dilandi? Po, e në pak se do më pushkatoj xhamati, që në pak. Po. Kamisë te mashkulli, më thënë më në fund që fini lidhet mbi kokë, në rregull. Kjo ka me të pjesë e fundit. Më duhen të 3 pjesët. A e ku e prevat qëlla kje kjo? Që kjo, po. Kjo do më duhet kjo e treta dhe vaj. Bede që këtë njerit, po. Tash këto mund të t'i bëjmë ma precis, po, se kufom është ma ndryshe, po. Lire këtë, po. Dhe më redhim që kështu dhe më redhim, qëlla? Bede pa këtë, kështu? Kështu, këtë formë. Dhe një farfe, ose me një farfe, me më redh këtë që ta ka përcim ma shpejt. Se, po, e vetë se sosën, po. E ngrim këtë, po, qile vetëm, po. E qa, qile këtë, po, në rregull, kaloj këtë. Kjo është pjesa lifafe ma e gjata. Edhe një qëtër, kjo ishte me asisende. Oke, po. Kjo është izar. Edhe këtë, vini këtë formë, qëtë, shone, po. Eja, ta kalojmë edhe këtë. Po, si kjo qëtëra. Po. Më qënë ta pagujmë këtë plastikën, subhanallah se. Edhe kjo pjesa qëtër. U bon. Tash kjo pak ma e gjatë met, kjo pak ma e shkurt met, në rregull, ç'këtë të dojsham, po, në rregull. Edhe pjesa e këmishës. Tash vetëm ta hapim këtë formë. Çulla? Vetëm pakës kështu. Da afrojmë te koka, kokën ta ka përcim. E më thekon, bëj ka unë. Po. Po, ç'shone, po.
Në rregull. Bete këtë, ne tregë më ndaj të bëjmë këtë. E sosëm. Në rregull, tash. A I kam 3 pjesë këtu? I kam. Pjesën më e gjatë, tash këto mund bëhen më mirë, më të bukur të prej në dimenzionit, nuk është më rëndësi. Pjesën më e gjatë lifafe, pjesën nga afër kokës izar dhe këmisha, këmisha është kamis. Eja ta bëjmë këtë me këmish, tash mblojmë këtë, ço? Me këmish, po. U mbulua, është si halisi këmishi është kjo. E kjo shihni? E tash hiqet kjo, në tash në këtë kohë hiqet kjo pjesa që e kam bajtë të mbuluar të auretin. Po. Po, si. Edhe u mështjell kjo, më mirë mështjellet tash. Pjesën e ditë mere, që finin e ditë. Po. E I mblot edhe koka, në rregull, ditën. Po. Mblot tash mere këtë më në fund. Po. Kaq. Edhe këtë pjesën qeta. Siç thash këto, në rregull, u mështjell. Vetëm ta kalojmë këtë më mirë. Ta kalojmë këtë më mirë. Tash më tonë ndonjë pretën, ndonjë kështu me radhë. Edhe ka raste dëmiqësin çdo gjë dëmiqësësh. Edhe 3 mbyllim. Më sa ndi uoq shumë 100 franga. Si tha I gjoni? Valla po, ai tha 100 franga sa shumë. Ta lash babën tënd vdekët. Unë t'jap 200 lajë mu gjallë ta shoh njerit. Edhe 3 mduhen, nuk ka nevojë më shumë. Edhe u sos më. Se namazi gjenazës dhe shpjegohet javën tjetër inshallah, gjenalt. Po. A mirë hiqe këtë po. Bëhen 3 kësoj. 3 lidhse, sa që di është kjo e fundit, po. Po. 3 lidhse. A e mblum, 3 pjesë kishte, pjesa më e gjatë, afër gokës ishte, edhe si këmish që I vjen të tak, 3 pjesë. Bëhen 3 lidhse, merre këtë lidhjet e këmbët njëna, po. Edhe lidhjet e koka. Vetëm ma thjesht lidhet, jo shumë rënd, tak njëherë vetëm. Në këtë formë, netëm njëherë lidhet. Edhe kjo pjesa, nuk e di jam mëran, po dhe provojmë. Mëran As mëran ti, po si do qoftë, ti themi se është lidh, hajde. Ta marim kështu se është lidh. Edhe kështu, larim. Kjo pjesa më vetë se përfundoj. Më ndëgjoni edhe një vetëm ta përsëris, 10 sekonda, për 3 herë përsëris edhe e mbyllim. Larjen e kufomës. Ma prun mu shtëpisë, se ma ktheva shpinën. Ma prun shtëpisë, I ka pijamat, I ka vdek spitale kështu me radhë. Këtu në teneshire kam. Ja vini copë, shpejt kam të thamë këtë. Ja vini copë të mbloj auretin. Ma të ndihmësin ja qes raket në rregull. Ujtin shoje, këtë në rregull, ujti është ngroftë, edhe e pastroj vendet papastërta që janë, ndërsetëll, këtë vendet papastërta. Këto janë vetëm me ujë, edhe me shkum pak mundet. U bo edhe e lajta, e shpërlajta. Mandej, fillova t'jap abdes. Fillojmë abdes me mes buzët, mes gojës, ati vundot pak edhe pambuka, fytyra, krahi gjatë, krahi majtë mes të këmbët e kështu me radhë. A I dhashën abdes, po? Njëherë abdes, po. Edhe mandej fillon halis me e lajtë me këshamë, vëzha me e lajtë me shkum. Kap me shkum halis, edhe mo nisin ka fytyra, ka sendat, këtë krahi gjatë, krahi majtë e kështu me radhë, ketë bambu, edhe urfundi, ketë. Bu ujtin, edhe njerë bu ujtin, edhe njerët bu ujtin, ula. Ngrihet pak këtë formë, që edhe shtypet pak barku nëse ka diçka. Edhe pastron nëse nuk ka mirë, nëse ka do të pastrosh, nuk ka nevojë abdes t'japësh. U bo, qefini ka 3 pjesë. Merre gjimës metre mbi kokë, për te kokës, gjimës metre për te këmbëve, pas këmbëve. Edhe një tjetër është 20 cm për te kokës, 20 cm nga këmbët. Tjetra është si këmish. Çka do të këmish? Me kuptoj pjur fundi, lart I vini. Ja çelish një birë aty që ti vjen lart. Koka taktika përcie. Ato janë to 3 të rinë. Edhe atë më gjatë e dita edhe e futish këmishën e mështjellish pak. Atë ditën e lidhish pak dhe tretën e lidhish. I lidhish me këto të 3 që nëse ku dalshim poshtë në varr, do t'i zgjidhin këto. Ja marrin. Keni pa këto ku I zgjidhin? Kurse I zgjidhin I presin këto. Edhe më pas lidhet edhe kjo bo. Mandi parfymoset me nda kohës e kështu me radhë. Këto ishin disa gjëra që deshim ta potencojmë. A ka dhe një pyetje Denise se a me jo ku marrë kohë valla, kur ke fali. Dhe derdhish në vend sigurt, kuri mos e preke kërkush, më ta dije si kështu. Jo, merre këtë derdhë. Jo, derdhish ku do të jetë.